Gjykata e posaçme ka zgjatur afatin për Spaku me 3 muaj të tjerë për të përfunduar hetime për dosjen e njohur si Buka. Ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj është akuzuar për shpërdorim detyre duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 7 miliard lekësh. GJKO-ja ktheu dosjen Spakut në dhjetor duke i dhënë 3 muaj për hetime shtesë dhe në seancën e sotme pritet të kalonte për gjykim. Megjithatë, kërkesa për shtyrjen e afatit për hetime erdhi nga prokurori Elvin Gjokaj, e cila u miratua nga gjykata dhe u dakordësua edhe nga avokatët e Veliajt. Spak ka dhënë afat deri më datën 2 korrik 2025 për të përfunduar hetimet, ku do të mbahet dhe seanca tjetër. Në lidhje me këtë dosje janë hetuar dhe 7 persona të tjerë përfshirë përfaqësues të Ministrisë së Financave dhe biznesmeni Lirim Fezullari, i cili ka përfituar aksionet e shoqërisë Buka përmes një ankani të organizuar nga Ahmetaj në vitin 2015, i cili u shpalli pa lishëm nga gjykata. Fezullari ka shndruar prona publike në asete fitimprurse duke ngritur dyshime për favore ndaj tij nga qeveritaret. Arben Ahmetaj është gjithashtu në kërkim ndërkombëtar që nga Korriku 2023 për akuzat e tjera, përfshirë mosdeklarimin e pasurisë dhe korrupsion pasiv. Ky rast ka nxjerrë në pa një sëri shkeljesh ligjore dhe abuzimesh me prona shtetërore ku janë të përfshirë zyrtarë të lartë të shtetit, përfshirë dhe Erion Veliajn, kryetarin e Bashkisë së Tiranës, i cili ka dhënë leje për ndërtimin e një qendre tregtare në truallin e Buka Shah.